Sipas informacionit të ardhur në pamfleti, dy ortakët Sali Berisha dhe Edi Rama kanë nisur një tjetër pazar për të mbajtur edhe një mandat tjetër 7 vjeçar në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shtetit, kryeidutin Ridvan Bode, ish ministri i piramidave, koncesioneve dhe shitjes së pasurive me çmime tepër të ulta. Për mandatin aktual në vitin 2018, Ridvan Bode u propozua nga qeveria dhe u votua në parlament nga PS-ja, ndërsa PD aktroi nëpërmjet deputetëve Oert Bylykbashi dhe Edmond Spaho, sikur ishte kundër kandidaturës së Bodes, duke i quajtur pjesë të klanit të Edi Ramës. Më 18 dhjetor 2025, Ridvan Bode si përfundoi mandati, por ish shefi i tij Sali Berisha dhe Edi Rama kanë nisur lëvizjet për ta lënë deri në vitin 2033, kur ai të jetë 74 vjeç, dhe për këtë ata kanë dy skenar. Skenari i parë, ashtu si në vitin 2018, ai do të propozohet përsëri për kandidat nga Këshilli i Ministrave dhe do të votohet lehtësisht në parlament nga PS-ja që ka 83 vota. Skenari i dytë, sipas ligjit për Bankën e Shtetit, nga 9 antar të Këshillit Mbikëqyrës, 5 antar i cakton parlamenti me marrëveshje të PS e PD, një prej cilëve thuhet se do të jetë Ridvan Bode. Brenda datës 10 dhjetor, kandidatët për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës do miratohen në Komisionin e Ekonomi Financave, ndërsa brenda datës 15 dhjetor do votohen në parlament. Në fillim të muajit nëntor 2014, qeveria Rama bëri kallëzim penal ndaj Ridvan Bodes për korrupsion dhe vjedhje me koncesione, tender, shitje të pasurive, por pas 5 muajsh e tërhoqi. Në muajin prill 2015, IKLPDI kallëzoi Ridvan Bode në prokurorinë e Tiranës për deklarim të rrem, fshehje pasurie dhe refuzim për të deklaruar afro 5 milionë euro pasuri, por çështja u pushua me ndërhyrje të Sali Berishës dhe Ilir Metës tek Adriatik Llalla. Disa nga aferat që firmosi Ridvan Bode me urdhër të Sali Berishës. Në vitet 2005-2013 janë dhënë 178 koncesione të miratuara nga Ridvan Bode. Në 82 prej koncesioneve, Ridvan Bode rezulton edhe propozues, ndërsa në periudhën korrik shtator 2013, pasi PD kishte humbur pushtetin, Ridvan Bode bashkë me Sali Berishën, me efekt financiar 258 milionë euro humbje për shtetin. Në 82 prej koncesioneve, Ridvan Bode rezulton edhe propozues, ndërsa në periudhën korrik shtator 2013, pasi PD kishte humbur pushtetin, Ridvan Bode bashkë me Sali Berishën shkaktuan një dëm me efekt financiar 258 milionë euro humbje për shtetin. U shitën hecet Bistrica 1 e 2 dhe Ulëz e Shkopet me 10% të vlerës reale tek Kurum. Madje Ridvan Bode i fali 33 milionë euro nga vlera e shitjes për gjoja investime dhe rimbursim të VSH-je. U shit kompania OSHE te kompania Qez, kompania Armo tek Rezar Taçi dhe Hotel Dajti tek Banka e Shtetit por 30 milion dollar u zhdukën me letra false. U dha koncesioni i skanimit në portin e Durrësit, koncesioni i kontejnerve, lotaria kombëtare, ngjyrosja e karburanteve, pullat dhe kasat fiskale, 245 koncesione për hece private, kompleksi Partizani, u dhuruan 2200 hektar toka e të tjerë. Dhe Ridvan Bode, vetëm që nuk po preket nga SPAK, por prej 7 vitesh është në Këshillin Drejtues të Bankës së Shtetit dhe do mandatohet përsëri.